Ti po eshe situatën në vendimin e ardhen e Albinit Kurtit në pushtet, a mendon se ka qetësu pak zonën? Mu po sa po shihet se mendimi jam është që shumë është qetësuar, se përpara ka qenë që si ka ndalje ashtu sikur tash lira, më karo që sa herë që dal knena. A je banor këto? Po banori pjesës jugore në ato në nena. Kur kaloni në pjesën veriore, apo keni rrezik ndonjëherë diçka? Dhe në sot s'kom pas rrezik asnjëherë. Ka rënë sa herë që metal, dhe që doli për qef, kështu të shëtitun. As gjatë natës? As gjatë natës më ka rënë, kështu që kam probleme tash. Shta dikush ka pas probleme, po tash këtë në varet cilët e persona se si kalojnë, si sillen. Se mendon që partitë e kaluara ose qeveritë e kaluara nuk kanë marrë një hap të tillë sikur të zotit Kurti? Po tash s'po di as unë çfarë me thon ato arsyen pse qysh tek këtu, po tash po shihet shumë me qet, ma kështu tash ka filluar edhe bizniset knena, po më duket që shqiptarët kanë edhe për Albinis muna me thon kur gjë që është diçka që a di që s'ka bo, po mendimi jam është që ka bo kogja shumë që kjo pjesë është qetësuar kogja shumë këtë në knenë. Siguria e tana asilje, me dal pak në qyteti, me dal